ka përxejmë, kalojmë, bashkohemi, se na duhet jemi deputet, na duhet dukemi sikur ne jemi opozita etj. Ose na duhet të tregojmë se jemi të fortë për të rrëzuar këtë qeveri, se kështu kanë thënë, paktën. Eksakt, duhem të tregojmë sikur jemi të fortë, po nuk janë të fortë. Zgjedhjet ishin më pak se 7 muaj më parë. Ato u vodhën, thot Partia Demokratike. Po pse ti vodhën? Je i pa zotit, ti vitkëm. Ik. Unë këtë i kam kërkuar Luzim Bashës. Unë dua kryetar partie, nuk dua inventarizu sa vota më vodhën, sa më lanë pa vjedhur, sa isha i zotit i grumbulloj. Çfarë magazinjer është kryetari i partisë? Magazinjer i votave? Jo, kryetari i partisë është ai që ja del edhe kësaj. Po nëse ti beson që nuk e mundot me zgjedhjet e Ramës, përse rin kryet Partisë Demokratike? Sepse kërkon qeverinë teknike. Dilmon normal, luftosi trimat, se e mban vetëm edhe për trim. Je një frikacak që fshifesh mbas pazutësisë totale, personale dhe kolektive që ke grumbulluar rreth vetes. Nuk fitohet dot duke akuzuar tjetrin. Nuk luftohet dot duke mos ndryshuar veten. Dhe në rast parë nuk mundet që të përdorish të njëjtën rrugë, të njëjtët njerëz dhe të shpresosh që të kesh rezultat ndryshe. Po u nisë në drejtim të Dajtit, në Tibër do përfundosh, jo në Durrës. Mos gënjej